Ish-banori Big Brother VIP Albania Xhibani ka rrëfyer diçka më shumë mbi ndjenjat që krijoi për Danjën, si dhe nëse ka pasur komunikim jashtë shtëpisë me të dashurinë e saj. I ftuar në një studio televizive, Xhibani ka pranuar se ka qenë totalisht i dashuruar me Danjën, por tashmë nuk është më. Reperi e ka cilësuar modelen si një muzë frymëzimi, ndërsa vijon të shtoj se nga kjo dashuri ai hoqi dorë shpejt. I pyetur nëse ka pasur komunikime të dashurinë e Danjës, i cili në një moment ka reaguar i tensionuar mbi sjelljet e këngëtarit ndaj partneres së tij, Xhibani ka thënë se Redi Nxheli ka komunikuar me familjarët e tij dhe se kjo situatë tashmë është mbyllur. Pjesë nga intervista. Pyetja: për kë thua se do të marr mallin? Xhibani: do më merrte malli për Danjën, isha i dashuruar kokë këm me të. Tani nuk jam më, reflektoj dhe shikoj shumë shpejt se çfarë po ndodh. Jam i dashuruar me të qenit në dashuri. Më inspiron, ishte muza ime. E ushqeja unë këtë gjë. Dola nga dashuria shumë shpejt. Ke pasur komunikim me Redin të dashurinë e Danjës? Xhibani: nuk kam pasur komunikim. Ai ka kontaktuar familjar të mit dhe ka kërkuar që të mbaroj kjo gjë. Ka qenë komunikim njerëzor korrekt. Të ishte ndryshe do të ishte marrë vesh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.